Zoti Balliu, keni kërkuar fjalën për replik. Zoti Klevis Balliu, urdhroni. Faleminderit. Edhe mbështetja jashtëzakonshme e qeverisë për të thënë që fajin e ka opozita, besoj që e përforcon dhe atë që tha zonja Tabaku. Së dyti, përsa i përket Zotit Balla me rregullsinë e madhe që ka dhe respektin e madh që ka për mbrojtjen e rregullores, do t'i sugjeroja po njësoj të kishe edhe për ligjin. Se edhe ligji thot mos vjedh, po ku pyti, ti vazhdon vjedhjen. Unë propozova zotri që hajde me Gonigalin ta diskutojmë në një orë ku ndiqet. Po ju keni frikë se po të diskutohet me Gonigali del shefi juaj, del Edi Rama. Po të diskutojmë për zgjedhjet në një orë që ndiqet, keni frikë se ju del Suel Qela dhe prandaj s'bini dakord. Prandaj këtu e keni hallin. Keni hall se ju del Troplini tek Komisioni Hetimor i Zgjedhjeve dhe prandaj nuk bini dakord dhe kërkoni ta caktoni në orën 3 të mëngjesit. A nuk ishi po i njëjti parlament ky që para 2 ditësh, kur erdhi ora 2 e mëngjesit e mbyllët edhe ikët? Apo jo? A e propozuam ne? Ne e propozuam. A ikët? A e mbyllët ju? Ja ku e keni kryetarin e kuvendit. A ram dakord që s'na dëgjon njëri në 2 të mëngjesit? Po tani pse kërkoni ta çoni me Gonigalin 2 të mëngjesit? Pse kërkoni të fshiheni? Se ata 2 bukuroshët nuk janë sot. Nuk i keni sot. Për këtë e keni diskutimin. Faleminderit zoti Balliu, meqense mund drejtuat, ju kujtoj, megjithëse ishte orë vonë, propozimi për të kaluar një pjesë të çështjeve të ngelura për këtë seancë erdhi nga partia juaj. Po, nga i deputet e partisë suaj. Dhe nuk ka asgjë të keqe, u shqyrtua, u ra dakord ndërmjet grupe parlamentare. Tani mos tregoni me gisht njëri tjetrin për një kompromis të arritur dhe që i bëm mirë punës. Nëse doni që të përfundojmë më shpejt, duhet të fillojmë më shpejt. Zoti Erio Mile. Faleminderit kryetar. Fakt dhe unë këtë do të kërkoja. Seancën e kaluar e ndërprem duke shtyrë një pjesë të parashikimeve të asaj seance për të shqyrtuar sot, për të vazhduar debatet.